Unë jam Senad Nikshqiqi. Si gazetar në punën dhe jetën time, kam parë shumë fytyra. Kam dëgjuar shumë zëra dhe kam kuptuar se lajmet jo gjithmonë mjaftojnë. Në një botë televizive, mediatike, digjitale, në një botë të rrjeteve sociale dhe inteligjencës artificiale, mbingopja është e madhe. Kam zgjedhur që njerëzit të dëgjohen me qetësi, pa fyerje, pa akuza, pa ndjesi negative, të dëgjohen për atë që janë në realitet. Bashkë me ta, do të flas edhe unë. Sot, për mua është një hap i ri. Nuk është vetëm një podcast, nuk është vetëm një bisedë apo një emision, por një dritare në botën e njerëzve, që rrëfejnë jetët e tyre ashtu siç është, e pa përpunuar, e vërtet, shpesh herë tronditse. Ndaluni dhe mendoni për një moment. Sa herë keni kaluar pra një fytyre që duket e zakonshme, dhe kur nuk e keni ditur historinë që fshihet pas saj. Sa herë një zë ju është dukur i heshtur, por brenda ka një botë që pret të shpërthej. Ky është vendi ku rrëfimet e tyre marrin frymë. Në këtë shtëpi të vogël do ta quaj, çdo personazh është një udhtim. Do të tronditeni, por edhe do të frymëzoheni dhe diçka do të duhet që të ndryshojë. Së bashku do të shohim shpirtin e njerëzve që guxojnë të flasin. I pari që ka guxuar sot bashkë me mua është Saimir Rostemi, një personazh që patjetër lidhet me policinë e shtetit dhe me detyrën që mban sot si drejtori i policisë bashkiake të Shkodrës. Por kush është ky njeri? Përtej këtij kostumi policor, kostum që shpesh duket i vrasht dhe i egër. Përshëndetje, zoti Rostemi. Përshëndetje. Dhe faleminderit që jeni sot me mua në këtë bisedë të parë tonën, që është edhe një hap i ri për mua sot. Kënaqësia është e imja, me që jam i pari të rëj suksese. Shumë faleminderit. Unë dua ta nis pak nga fëmijëria juaj. Aty ku janë ndoshta hapat e parë të një personi ku merr mësimet e para, ku merr idetë e para, ku merr formimin e parë që ndoshta shënjon më pas gjatë gjithë jetës së tij. Cila është fëmijëria juaj? Ku jeni rritur? Cila ka qenë shtëpia juaj? Atëherë, unë jam djali i vogël i 2 arsimtarëve në qytetin e Baramcurit, në Tropoj. Kam pasur një fëmijëri të lumtur, si gjithë të tjerët të asaj periudhe. Në fillim viteve të demokracisë, prindrit e mi u transferuan në Shkodër, edhe unë bashkë me ta filluam një jetë e re në qytetin e bukur. Sa vjeç ishe kur erdhe në Shkodër? Në klasë parë. Klasë parë. Po. E mend Tropojën, vendin ku keni jetuar ato momente? Kam shku edhe pas edhe i kam rifresku ato kujtimet, po që kam një ki vogël. Çfarë kujtimesh ke nga ai vend? Po, kujtimet e fëmijërisë, pra aty ku luja poshtë me shokët, poshtë pallatit, kemi pasur një shesh të bukur aty poshtë pallatit ku ne jetonim. Baramcuri është një qytet i vogël, por shumë i bukur, është një qytet turistik, qytet tipik malor. Dhe më bën që në pallat ishim gati 10 ose 15 fëmijë, domethënë që ishim të gjithë pothuajse të një moshe, një vit më pak, një vit më shumë, dhe të gjithë delim me lunim aty poshtë pallatit, diçka shumë e bukur. Shoh që ke ndrru dialektin, pra ne e dim gjithë sepse kemi kohë që të dëgjojmë kur flet edhe ndaljet tuaja publike. Ka ardhur me kohën, ka qenë një dëshirë, nuk e di. Ka ardhur me kohën. Natyrale, pra nuk dukesh fare se i nga Tropoja. Ka ardhur me kohën, pra edhe vetë fakti që nga marrë i vogël në Shkodër, detyrimisht ka ndiku kjo edhe në dialektin tim, në formimin tim gjuhësor gjatë viteve të tëra që kam jetuar. Pa praktikisht jam rritur në Shkodër edhe përdesë jam rritur në Shkodër, e kam marrë theksin në Shkodër. Tha që jeni djali i 2 prindërve arsimtar. Po. Në fakt çfarë roli kanë luajtur prindërit tuaj në karakterin dhe në formimin tënd? Kanë pasur një rol vendimtar. Baba im ka qenë mësues fizikët dhe vetë stili i një mësuesi fizike tregon shumë për jetën e tij në jetën reale, për në familje ose në. Dhe jemi rritur me atë frymën që duhet të jesh korrekt, duhet të jesh i ndershëm, duhet të jesh kur e merr një detyrë, duhet ta çosh deri në fund, duhet të jesh pasionant, etj.
Motra, vëllezër, nuk e di si Po, është familja po, ju. Një familje e madhe, e vogël. Po, është një familje relativisht e madhe. Jemi 3 vëllezër dhe 2 motra. Edhe unë. Pra, 3 vëllezër, 2 motra. Janë gjithë në Shkodër, kanë lëvizur, nuk e di. Jo, vetëm unë jam në Shkodër, të tjerët janë në Tiranë. Vetëm një vllai i madh është jeton akoma në Bajramsuri. Okej. Shkollën 9-vjeçare, besoj e keni bërë në Shkodër, sepse thatë edhe pjesën ndërmuese të shkollës mesme. Në vitin e fundit të shkollës mesme jemi transferuar në Tiranë në vitin 1998. Jemi transferuar në Tiranë pasi për nevoja familjare shkuam një jetë më të mirë, ta vazhdonim jetesën në Tiranë. Dhe aty kam vazhduar deri sa jam kthyer edhe një herë tashmë si një punonjës policie në Shkodër. Cila është arsimimi jo, të them, shkolla mesme, ajo e larta? Është e përgjithshme. Vendosa një periudhë të ndjek rrugën e Timeti, të studioj për shkenca. Me kalimin e kohës nuk është se e gjeta shumë veten në atë drejtim, dhe pasioni im i fëmirisë më shtyu në një profil tjetër i cili është ai policor. Në fakt, të ato fillimit, kujt ja ke borxh personin që ti je sot? Në përgjithësi, nuk them vetëm për si efektiv policie, flas në tërësinë e një personi. Unë që fëmijë jam rritur me pasionin për të bërë një punonjës policie. Është e çuditshme, mund duket edhe një farë mënyrë edhe pak qesharake, por unë jam frymëzuar shumë nga një film i kohës tonë që ne e shihnim shumë në atë kohë. Ishte Oktapodi. Pra, që në fëmijëni, unë duke pa atë film, krijova një imazh që unë duhet të jem patjetër si komisar Katani. Komisar Katani i famshëm. Si i famshëm komisar Katani. Dhe ajo mbeti si një ëndër në sirtar, po unë vazhdimisht që fëmijë jam rrit me këtë frymë që unë do të jem një herë si komisar Katani. Biles, edhe kur luani me fëmijët, gjë interesante, kur luani me fëmijët poshtë, pra me shokët, kemi pas një lojë një pam e qushim, u ndashim 2 grupe, nuk e dija. Po, patjetër, edhe Brezim e ka kapur atë lojë, besoj. Edhe unë gjithmonë bësha polici, domethënë, gjithmonë i miri. Asnjëherë. Biles të gjithë ata shokët e mi kryesor, pra, po, ishte dëshira e fëmijëve me i keqi, sepse ishte ideja që unë jam më i forti, unë jam i trendi i të fortëve. Edhe mu mlenin gjithmonë ata më të vegjëlit, ata më të kur zgjedhim, sepse ata donin, ata çat e pronin për zgjedhjes. Ti kishe dëshira apo ajo të mbeti? Jo, i kisha dëshirë, unë gjithmonë zgjedhja isha polici. Pas kanë pasur zgjidhur shokët e tu. Po, nuk kishin nevojë të bënin debat. Po unë gjithmonë kam qenë polici. Si e more vendimin për të bërë pjesë e policisë shtetit? Cili ishte, po themi, ngacmimi i parë, mendimi i parë? Unë kam qenë një pata zgjedhur rrugën e mes artit dhe shkencës. Pra, se mbasi do ta shtjelloj pak më vonë edhe më në detaje. Unë isha një nga teknikët audio shumë të mirë që merresha me dublimin e filmave në një kompani shumë të madhe dublimi. Teknika audio? Po. Kam qenë dhe aktor. Prandaj thashë që ç'diqme do duket nga ai shkapërcim. Po pra, shkencat e natyrës, teknika audio, tani efektiv policie. Po, edhe një mik i mirë jimi, që tani nuk jeton më, Sokollodashi, në atë kohë ishte u bë ministër i brendshëm dhe duke ditur pasionin tim, u kriju një strukturë e specializuar që kishte nevojë për një specialist të jashtëm në fushës ku unë operoja. Ai u bë sebeb, më lut në për momentin një herë thash, çfarë moshe ishe në atë kohë? 22-23 vjeç. Ku e kishe njohur Vulldashin? E kisha njohur gjatë miqësitë përbashkëta, na kishte rënë me ndaj shumë me njëri tjetrin. Dhe ai u bë sebeb.
mu rikthy më një herë ajo ëndra që kisha qenë fëmijëri, ata bëja, mos ta bëj, atë kthehem, mos kthehem, atë ti futem kësaj valle, mos ti futem. Dhe këtu pastaj vendosa ta pranoj. Pra më tërhoqi ideja që unë t'i kthehesha pra pasionit tim tjetër. Dhe atëherë hyra dhe studimeve për studimeve të policisë. Dhe ja ku jam sot. Nuk e di sa kohë ishte atëherë akademia e policisë. Në atë kohë ishte nuk ishte me ligjin e atëhershëm të kohës, ata që vinin nga jashtë bënin një periudhë më të shkurtë të studimesh, pra vetëm bënin studimet profesionale të policisë dhe pra më shkurt se në këtë kohë. Është pra mund të ishte diçka dikon te viti. Se edhe tani kanë ardhur duke i shkurtuar, nuk është se tani shkon 3 vjet, pra është ka kaluar në një shkollë të mirëfillt bachelor, në atë kohë nuk ishte ashtu. Cila ishte dita e parë e punës? Ku u gjende? Pra u bëra pjesë asaj strukture që po flisja më parë. Ishte një strukturë shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar, ishte e poshta krijuar. Ishte ajo struktura, besoj që kur PD erdhi në pushtet, besoj goditi gjitha grupet, po themi dhe individët më të fortë kriminal, apo po flisni për këtë strukturë. Po, ajo strukturë. Unë kryet saj ishte Ulldashi si ajo strukturë. Ishte një nder shumë i madh për mua të isha pjesë e asaj strukture. Aty ishim një grup idealistash, pothuajse të gjithë të asaj skuadër ishim idealista dhe djem pasionanta. Ishte shumë e vështirë në fillim, sepse filluam direkt me goditje të forta dhe nuk isha në një nivel, le të themi, shumë të lartë profesional. Dhe kisha pak më të vështirë se sa disa kolegë mi që vishin nga jeta policore dhe kisha pak më të vështirë mu përshtat fiks. Por pasioni, vullneti, dëshira i arrita shumë shpejt. Ku gjende në momentet e para? Si shërbim, them, ku? Pra në këtë strukturë, pra për cila po themi ishte goditja e parë. Shumë detajet të kësaj strukture nuk mund t'jap. Jo, them dita e parë, besoj atë e mbanven. Jemi marrë me një grup shumë të rëndësishëm kriminal në Vlorë. Dita e parë. Dhe me të thëmë në momentet e para më kapi pak një stres se si mund ta dosja parë që kisha në dorë, si mund t'ja arriju ta përballoj këtë. Është nga këto të njohurit? Një grup shumë i njohur i kohës. Dhe kishte një mori vrasjesh, një mori personazhesh të rëndësishme, trafiqe të rëndësishme. Dhe në momentin e parë me a thu si mund t'ja dalun. Por që besoj se ja kemi arritur qëllimit. Ki pasur ndonjëherë dyshime për këtë zgjedhje? Jo, që në momentin që ja kam pranuar, nuk kam pasur më asnjë dyshim, biles edhe kur kam kaluar momente të vështira, prap kam qenë i bindur që kjo është zgjedhja e duhur dhe vazhdoj të qëndroj që kjo është zgjedhja e duhur që kam bërë. Cilat ishin këto motive personale që të mbajtën me kaq bindje, po them? Pasioni, unë jam njëri pasionant. Çdo punë që unë e marr me pasion dhe jam i bindur që me njerëz pasionant ky vend edhe mund të bëhet. Ke menduar ndonjëherë të tërhiqesh? Gjatë gjithë këtyre viteve? Të tërhiqem jo, por momente të vështira natyrisht që kam kaluar. Cilat janë 3 momente, po themi, të vështira që nëse mund t'i përzgjidhni që ju keni patur në karrierën tuaj, policinë e shtetit? Po themi, patjetër gjatë punës, gjatë aksioneve, gjatë ndërhyrjeve. Do të kisha dashur 3 momente të vështira, 3 të forta edhe 3 prekse që ju kanë prekur ju. Ta ndajmë kështu. Lista e operacioneve dhe goditjeve është kaq e madhe sa duhet lodh mendjen tani të diçka që ju ka mbetur në mendje. Por operacionet e fillimit, pra e goditjes së grupeve kriminale kanë qenë realisht shumë vështira, shumë rrezikshme, me shumë impenjim. Kemi goditur grupe shumë të rëndësishme kriminale të Shqipërisë dhe ata ishin realisht problematike dhe të vështira, por sidomos për kohën. Kishin pak mundësi, pak kushte, pak teknologji, po mendimin edhe partnerëve tanë ndërkombëtar, me vullnetin tonë ja kemi arritur të dalim. Ka pas operacione shumë vështira. Ndani diçka konkrete pa emra, pa detaje, them si.
Ka pasur operacione që edhe na dasht me nejt ndoshta 3 ditë në pemë. Pas zbritur për pemë, si vetëm me rujt për me kap një personazh shumë të rëndësishëm të botës së krimit në Shqipëri. Dhe 3 ditë pa as s'kemi zbritur nga pemë. Përballë plumbave, je gjendur ndonjëherë? Disa herë, disa herë. Biles ka pasur raste që tani është pak kështu pyesësh ti policë, je gjendur përballë plumbave, po them situata me të vërtet kritike, se ka shumë efektive dhe një efektiv i thjesht mund gjendet fatkeqësisht, po them raste kritike të vërtet të rrezikshme. Ka pas disa raste që them drejtën kam kaluar situatë shumë serioze, sa që në 2-3 momente kam menduar se në cilin rast? Ka që ishte, ka qenë një konflikt me armë këtu në një lagje të Shkodrës, kur ne u gjetëm përballë një morie plumash krejt të befasishëm. Dhe Zoti i Madh na ndihmoi edhe. Po qellonin pra edhe në drejtim policisë apo qelluan në drejtim ton. Pas apo e kuptuan që ne po tentonim të rrethonim një banesë, një personazh shumë i rëndësishëm, hapi zjarr më një herë domethënë dhe ishte një moment shumë i vështirë, të them drejtën, ishte shumë i vështirë sepse aty e kuptova se si ndihet njeriu. Ishe me pak forca, me shumë forca? Isha me pak forca, isha me shumë pak forca, po pritësha që të vinin forca tjera për të rrethuar banesën. Pra unë isha shërbimi i parë ose i dytë që arritëm në vendngjarje. Dhe sa po merrja kontaktet e para për të pozicionuar dhe për të kryer veprimet tona policore, më njëherë u gjendëm përballë një perdë zjarri. Para sa kohësh bëhet fjalë? Nuk e di sa kohë. Para disa vite. Tre momente të forta aksione, po them të forta që mund ndash për te këtyre momenteve të vështira. Po, aksionet forta, përgjithësi aksionet antikanabis kanë qenë realisht edhe të vështira dhe të forta. Mund të veçoj operacion kur o godit helikopteri në zonën e Pultit. Ai kishte me tamam një moment i vështirë për ne edhe ke qenë aty në atë rast? Po. Si ndodhi në fakt? Ndodhi që ata persona që për cilët ne po shkonin të godisnim plantacionet e kanabisit, menduan se do ta zgjidhin situatën nëse do reagonin ndaj policisë me armë dhe do na bënin tërhiqje. Se ke qenë me forca toksore apo jo? Sapo zbritëm nga helikopteri. Pra ishte dora parë e zbritjes me helikopter. Dorën e dytë e goditën në helikopter. Pra unë kam zbritur në tokë. Pra s'kishit forca mbështetëse tjera. Akoma s'ishim. Pra unë kam zbritur me dorën e parë të punojësve në atë moment. Momente shumë vështirë, janë edhe momente të lodhshme. U kundërpërgjigjet, u tërhoqën ata, u tërhoqet ju, ç'a ndodhi? Patjetër që kundërpërgjigjem. Pati një moment bajegi të ashpër. Po që terreni i thyer, shumë i thyer, ata njohin mirë situatën atje. E kishin më të lehtë të tërhiqeshin se sa ne t'i gjenim. Po pse shkuat ashtu, them? Pa patur një lloj sigurie edhe nga toka, apo ishte e vështirë për të ndërhyrë përmes tokës? Ti ke qenë në operacionet me ne atje. Disa. Edhe e ke pa vetë çfarë të merrit është ajo zonë, çfarë lodhjet ka ajo zonë. Dhe ne menduam se po të shkonim me mjete fluturuese, do të ishte pak më thjesht për forcat dhe pak më thjesht për ne. Po tash rreziku merret parasysh gjithmonë. Me çfarë u kthyet? Me pas u dëmtua them helikopteri apo? U dëmtua, po ama kishim forca tjera që erdhën në shtesë dhe nuk kishte problem. Nuk ishte problem kthimi, ishte problemi thjesht reagimi i momentit. Ka pas raste tjera që kemi pas. Pra në përgjithësi operacionet antikanabis janë shumë vështira, domethënë shumë komplekse, ka pas operacione që kemi ecë edhe ka me 20 orë për të arritur plantacionet e kanabisit, sepse për shkak të goditjes të vazhdueshme që policia i bën plantacioneve, ata kultivuesit gjithmonë më tepër për çdo vit gjen zona edhe më të thella, edhe më të vështira për ta kultivuar në shpresën që policia nuk do arritë t'i azjesoj. Po, dhe ne jemi detyruar të perfeksionohemi çdo vit më tepër.
Është më e fortë kjo se përballja me grupe kriminale, me individ të rrezikshëm? Nuk është më e fortë, edhe ajo është pjesë e grupeve, edhe kultivimi. Po flasim për kultivues, po flasim për trafikant që ndoshta në qoftë se kultivimi shpenzon energji, shpenzon forca, ka dhe rrezikshmëri, qoftë fizike, qoftë operacionale, ndërsa me grupet kriminale do të punosh me zjarrsi, do të punosh ka një taktik tjetër punët me grupet, edhe një taktik tjetër punët ku ke veprime masive në terren. Pra, do të jesh më finok te pjesa e grupeve, sepse edhe vetë sofistikimi i veprimeve tyre, i krimeve tyre, çon që edhe policia do të jetë shumë më sofistikuar, shumë më fine për me nxjerr provat e duhura për me arrit me zbulu këto lloj krimesh. Si reagojnë kriminalët kur janë aty përballë me pranga në duar, kur kapen? Po fillemi për këta që cilësohen si të fortë ose si më të rrezikshme. E pranojnë faktin që u kapen edhe nuk kanë zgjidhje tjetër, nuk kanë alternativë tjetër. Pra, nëse ata jashtë prezencës tonë janë të fortë, janë pathyeshëm, te ne janë më ndryshe. Ndonjëherë rrezikshmëri reale, them, kërcënime. Kërcënimet janë më se normale. Dakor, po them diçka serioze. Për një shef krimesh që isha unë, apo një shef i krimit organizuar që isha unë, kërcënimet ishin aq zakonshme sa ardhi një moment që diçka serioze, flas që të shqetësohesh realisht, marrësh masa në ruajtjen e familjes, pra për këtë po flas. Patjetër që ka pas situata kërcënuese shumë vështira, por njeriu duhet të mësohet me bashkëjetu me frikën, domethënë, nuk duhet ta lënë frikën që ta mbizotroj. Pra, duhet të jesh ti që ta kontrollosh frikën, jo frika të kontrollojë ty. Dhe unë ja kam arritur këtë. Qoftë në situata kërcënimes, qoftë në situata operacionale, pra unë kam arritur ta menaxhoj. Frika është impuls, frika bën të jesh më i kujdesshëm, pra Zoti ta ka dhënë frikën që të ruaj. Pra lajmëroj për një rrezik, pra të bëhesh më i kujdesshëm. Jo, unë po flas për momente kur ti e ke kuptuar që dikush mund të ndërmarrë një veprim seriozisht ndaj teje ose larg qoftë, po themi familjes apo dikujt të afërt. Pra, jam mësuar që bashkëjetoj me këtë lloj friket, si unë si familja ime. Po 3 momente prekse ku po themi kanë qenë sfiduese për ty për të ndarë njeriu nga polici. Një moment shumë preks që të gjithë skuadra jonë ka një vetin shumë keq. Ka qenë para disa vitesh kur në një operacion ne humëm disa kolegë në Durrës. Ishte një operacion që një humje që na shokoi. Thëmë drejtën, unë nuk isha prezent, isha pjesë operacionit, por nuk isha prezent në vendngjarje. Por shoku ishte shumë i madh dhe mendum për momentin që do të jetë vështirë për ne që po flisni për vrasjen e 4 efektive nga drita ndajtja apo jo. Ai ishte një moment shumë i keni qenë pjesë asaj atij operacioni. Po themi atij operacioni? Po. Edhe ishte një moment jashtëzakonisht preks për gjithë, jo vetëm për mua, por për gjithë, se ata ishin shok tonë, hanim, pinim, rrinim me ta. Ka qenë një moment shumë i vështirë. Shkonim ne para familjes tyre, ndiheshim sikur ishim edhe ne fajtorë, domethënë sikur pse shkuan ata, nuk shkuam ne, domethënë. Kjo ishte shumë e rëndë. Pa, ka qenë një moment jashtëzakonisht i vështirë emocionalisht për ne. Pa, mund të ishte ndodher edhe aty, po themi ne. Po, mund të ishte ndodher edhe aty, momente të vështira prekse janë kryesisht për mua janë momentet ku kemi bëj me minoren, me fëmijë. Aty është një pikë e dobët e imja që unë nuk e përballoj, pra e përballoj ndihem keq domethënë. Pra në ata situata, në ata operacione kur unë kam pas përfshim fëmijë,
ata janë jashtëzakonisht prekse, jashtëzakonisht vështira për ti menaxhuar emocionet. Ke një rast konkret diçka? Ishte një nuk më quhet operacion, po ishte një Ndërhyrje për të shoqëruar një person për një vepër jo të rëndë kriminale, një vepër të lehtë, por që ishim detyruar të bënim veprimet tona për ta shoqëruar. Dhe trokitëm derë, doli i zoti i shtëpisë, dhe ne personi për cilin na kishim shkuar për ta shoqëruar, dhe vendosëm ta merrnim, bënim veprimet tona policore. Ai kishte një fëmijë të vogël, diku te 4-5 vjeç, diçka të tillë, ndoshta më pak, se 3-4 vjeç. Edhe ai më kapte kama dhe duke që xhaxhi tha mos ma merr babin. Betohem një 2 net s'kam fjet gjumë, domethënë prej ndjesisë të që më la ndjesisë, dhe e kam ndërprej me një herë operacionin, kam thënë jo, të kthehet. E kam kthy personin në Shbanezi, e kam putha djalin e vogël, i thash pa më raksi, nuk ta merr xhaxhin, nuk ta merr babin. Edhe i kam thënë që hajde vet, paraqitu nesër ose mas nesër. Çfarë vepre penale bëj? Ishte një vepër e lehtë, ishte një vepër për energjinë elektrike. Rastet e energjisë elektrike besoj në 2016-ën, 15-ën, diçka tillë. Fakt kanë qenë shumë, po themi, prekse, duhet të thënë, edhe të rënditse disa raste. Edhe besoj ka pasur shumë tilla. Është shumë e vështirë të ndash punojësin e policisë nga njeriu. Pra në radhë parë duhet të jesh njeri, pastaj punojës policie. Dhe lumaj që e din ta bëj këtë dallim në momentin edhe në kohën e duhur. Pra du dish se cillesh me një situatë, dhe dish se cillesh një situatë tjetër. Pra si tjetë do t'i përshtatesh, një punojës i mirë policie do t'i përshtatet pavarësisht se ai është i detyruar të zbatojë ligjin, është i detyruar të zbatojë një procedurë standarde që e ka të mirë përcaktuar gjithë çdo veprim të punojës të policisë, por kjo nuk e përjashton të qenë njeri. Duhet pyes pak për masakrën e 8 shtatorit, vitin e kaluar. Kam parë edhe në pamje del aty që je një prej personave që përfshihesh. Si u gjende në atë ngjarje, që ishte fare pranë Bashkisë Shkodër? Qëllove rastisht, nuk e lidheni? Të ndjek një herë, do që shko të ndjek situata. Ne atë ditë kishim konkursin për pranimet në policinë bashkiake. Dhe unë isha në bord duke pritur kandidatët për t'i orientuar tek salla ku do bëhej testi me shkrim. Dhe ishim në bord. Dhe në atë moment dëgjuam krismat dhe instinkti i policisë. Mendohet se je ende në policinë e shtetit. Mendohet se jam akoma në policinë e shtetit dhe instinkti i parë ishte të sulesha me vrap në drejtim të lokalit për ta kuptuar se çfarë ndodhi. Me vete kisha edhe 2-3 kolegë që edhe ata vinin nga rreth e policisë dhe nuk menduam dy herë, direkt u afruam te lokali dhe realisht kemi brenda pak sekondash kemi qenë në lokal. Me çfarë u përballa aty? U përballa me një shtetas traumatosur i cili po qellonte një të çmendur brenda lokalit. Flas njerëzit në panik, të gjithë varponin kaos total. Por instinkti i policit filloi të bëj veprimet e para ato që duheshin. Çfarë veprimesh? Veprimet policore, pra njoftimin e policisë shtetit për situatën dhe detajet e personit i cili u largou nga dera tjetër. Rrethuam vendin e ngjarjes, veprime këto që nuk i takojnë policisë bashkiake në fakt, por që i ndërmorë gjithsesi. Indërmorme sepse në fundit policia me dhënë. Policia rendit është edhe policia bashkiake. Me njerëzit komunikove, nuk e di. Po përpoqja të komunikoj me njerëzit, përpoqja të marr informacionet e para, dhënat e para. U munduam të japim ndihmën e parë të dëmtuarve. Pastaj erdhën gjithë shërbimet tjera dhe ishte më thjesht pastaj. Dua të pyes pak për një tjetër moment besoj të vështirë për ty. Momentin e arrestimit. Po. Si ndodhi ajo gjë? Ju sot fal Zotit pas pak kohësh
rifituat lirinë dhe besoj që ajo çështje nuk e di nëse është mbyllur. Nuk është mbyllur plotësisht, por nuk është mbyllur ende, mirë, besoj që do deri në mbyllje. Deri në mbyllje është. Si është ajo histori? Them drejtën, ajo është një nga momentet më të vështira që kanë kaluar në jetën time. Pra nuk më kanë shqetësuar as konfliktet me armë, as operacionet e vështira, as kërcënimet, as rreziqet e tjera që kam kaluar në këto 20 vite karrierë që kam. Ai ka qenë realisht momenti më i vështirë i jetës time, domethënë. U gjenda para një situate që s'më përkiste as pak, domethënë. Kjo situata është drejtësia që do ta japin vendimin tim, domethënë nuk mund s'kam as çat them tash që jo po kam ose s'kam kisha ose s'kisha drejt. Por mund të e kam thënë edhe në komunikimet e mia në rrjetet sociale, mos kisha marrë kurrë një pjesë në një tender as publik, as të madh, as të vogël, as s'kisha qenë kurrë pjesë e atyre që akuzohesha. Por që nganjëherë rrethanat, nganjëherë ku diun intrigat. Për çfarë është ai tender? Për komisariatin e policisë, Malësisë Madhe. Ishin qesharake krejt domethënë, po ti kuptosh edhe pra blerët vogla besoj formalet policisë që stereolapsa. Që besoj keni qenë formalisht në pjesë atij komisioni. Nuk kam qenë as pjesë e komisionit fare. As pjesë e komisionit fare. Unë akuzosha pse kisha marrë ndërzim ato që komisionet kishin. Pra atë çfarë ka bërë komisioni, ju keni marrë ndërzim dhe ndërzim si çdo punonjës policie që merr ndërzim një fitues i një tenderi për disa. Si u ndjeve në momentin e parë kur u gjende i prangosur? Jam ndjer i zhgënjur, jam ndjer i tradhtuar, jam ndjer i braktisur. Pra, unë kisha kaluar me qindra operacione, me 10 persona me rrezikshmëri tepër të lartë që kam qenë pjesë e hetimeve, pjesë e arrestimeve të tyre. Dhe ta shikoja veten aty domethënë ishte shokuese për mua domethënë. Aty kishte një fat madh, unë që ishte besimi. Unë jam një person shumë besimtar. Dhe besimi në Zot më uli me këmbë tokë dhe thash me vete kjo është provë që duhet ta kaloj dhe ja dola. Por që besoj se nuk do të kaloj ndonjëherë situatë më të vështirë, qoftë psikologjike, qoftë moralisht si ajo. Si e përjetuat atë pjesën e pritjes, periudhës e pritjes së gjykimit në para burgim? Nuk dija çat mendoja, domethënë, kanë qenë 3 ditët më të gjata të jetës time, se ajo 3 ditë ishte. Pas 3 ditëve më dha e drejta. Por ta shikoja veten aty ishte shumë e rëndë për mua, domethënë. Një njerëz që ka dhënë gjithçka për këtë profesion, ta shoh veten aty ku në atë vend ku kam çuar me qindra persona. Ishte shumë e rëndë. Edhe në bindjen time e pa drejtë se çfarë mësove për veten, për njerëzit rreth teje në ato momente? Kuptove diçka? Kuptova se sa aty ndodhi një fenomen që më befasoi, të thënë drejtën. Në momentin e parë mendova që kaq ishte karriera ime, kaq ishte gjithë ajo që kisha ndërtuar, ushem kaloja me mjaftoi vetëm kaq edhe ushem gjithë ajo kaloja që kisha ndërtuar, që unë isha i pa korruptueshëm, i pa prekshëm, po diuni, asgjë s'mund të më delte përpara. Dhe gjithçka ushem, mendova më parë. Por fal edhe teje, se ishte një nga ata që iniciuat atë fortunë që ndodhi jashtë atyre dhomave, atyre asaj gjykate. Edhe me kolekt erdhe me vrap me më tregu që shiko se jashtë është u bën nomi në rrjetet sociale, është po planifikohen protesta etj. Thash me vete që Zoti është i madh dhe pra, që në momentin e paraburgimit, besoj, e more vesh që ka një lloj reagimi shoqëror. Menjëherë kolekti mi, të cilët ishin vetëm kur shikoja fytyrat e tyre, domethënë ishte ata përloteshin, nuk përlotesha duke pa ata. U bën një radhë gjatë te dhomat për me më taku, për me ngushëllu, për me më dhënë zemër. Ishte një situatë shumë e sikleshme edhe
edhe për kolektimi aty në komisariat. E mendove se mund dënohesh apo ishe i bindur? Në momentet e para gjithçka kam menduar. Mendova se ky ishte një kurth, ky ishte një komplot. Pra nuk arrin ta kuptosh se Kundër meje, të gjitha i kam menduar. Të gjitha i kam menduar deri momentin që gjyqtari dha vendimin që më dha drejtë. Pak kohë përpara, besoj rreth një vit, nuk e di, keni qenë në një prej, po themi, pozicioneve, keni provuar dhe të jesh i transferuar në Dibër. Jam transferuar disa herë, po e fundit ishte në Dibër, Në Dibër, po, mirë, po kjo pak më e veçantë, besoj për ju, tek telefonata, tek, si quhet, dispečeria, si quhet, te salla operative. Salla operative. Punë është secili Jo, do bëj. dakord, punë edhe e ndershme edhe me shumë respekt, po. Patjetër. Po them si ishte për ty një efektiv karriere ta dërgosh në një pozicion tillë se. Nuk ka rëndësi. Në polici ti do i përshtatesh të gjitha situatave që të vinë. Do të jesh një moment do të jesh i privilegjuar, një moment tjetër do ulesh në detyrë, Ishte një moment persekutimi, mund ta cilësojmë kështu. Nuk dëshiroj ta quaj një moment persekutimi, po ishte një moment që unë jam mësu me këto situata dhe nuk më bëri vështirë. Ishte pak vështirësi ekonomike në fakt, sepse ishte e vështirë të përballoj ekonomikisht një rrugë gjatë të tillë me një kosto të madhe edhe për familjen. Por që Çfarë telefonatash? Nuk doja të hiqesha. Se në atë moment edhe kishte plot miq që më thonë që familjes, miq ose familjar që më thonin tërhiqu se nuk ja vlen ta vazhdosh më, po jo, nuk doja të tërhiqesha. Çfarë telefonatash kishte në Dibër, në sallën operative? Atje është një popull i butë, nuk është një popull me problematikat që ka Shkodra ose me problematikat që ka Vlora ose Durrësi ose Elbasani apo Tirana, ku isha mësu me operu. Dibra ishte një vend shumë i këndshëm, një vend që gjithë një tjetrin. Ishin telefonata. Çfarë telefonatash për shembull, kujto diçka? Ishin krejt ordinar. Atë mund të shkote gjithë dita me një ose dy telefonata, nuk atje s'ndodhte asgjë. Dhe kishte ajo isha mësu me një ritëm shumë të lartë punët edhe erdhi një moment që unë vorrija merret rroga dhe kështu. A lidhet ai transferim me një sipërfaqe mali droge të zgjesuar plotësisht ose jo plotësisht, s'ka rëndësi, në zonën e Oblikës, në anën e malit diku atje? Nuk dua ta mendoj atë. Që ka ndodhur pak kohë më përpara? Nuk dua ta mendoj atë, se besoj që ka lidhje me. Tani nuk do ta mendosh apo? Nuk dua ta mendoj. Kjo është përgjigja. Po. Shpesh herë në biseda kam dëgjuar nga shefa policie, nga drejtori policie që Saimir Rustemi është demokrat. Është demokrat. Tani demokrat jemi gjithë, edhe Edi Rama thot jam demokrat, po ata kishin fjalën demokrat me Partinë Demokratike, pra në këtë lloj kuptimi. Fakt, unë jam një punonjës policie. Një punonjës policie është i depolitizuar. Nuk ka të bëj as pak. Unë kam qenë një njëjti personazh si kur qeveriste Partia Demokratike, ashtu edhe kur qeveriste Partia Socialiste. Pra nuk kam asnjë lidhje me politikën e profesionin tim. Unë jam një punonjës policie profesionist që përpiqem ta bëj me gjithë pasionin e mundshëm, me gjithë vullnetin e mundshëm punën dhe dashuroj punën që bëj. Unë rrim në punë pa egzagerim rreth 18 orë në ditë. Nuk kam pas kurr pushime, nuk kam pas kurr orare, nuk kam pas familja ime më është dëshmitare. Keni ndjerë këtë lloj paragjykimi ju vetë në supe? Mund të ketë pas në një moment veçantë, po jo. Ju kanë ndikuar, po themi në karrierën tënde për të arritur ndoshta edhe pak më lart, pra. Nuk e di. Mbas edhe mund të ketë ndiku, po jo, nuk e besoj. Nuk e besoj sepse unë kam qenë gjithmonë një personazh në polici, protagonist në policinë e shtetit. Sa vite qëndruat policinë e shtetit? Sa vite i bie? 20 vjet. 20 vite. Po. Pas 20 vitesh? 20 vite, pjesë ndërmuese të këtyre viteve në polici kriminale, edhe një pjesë të vogël edhe në policinë e rendit. Pas 20 vitesh vendoset që të ndryshonit, jo pak, duke kaluar si drejtor i policisë bashkiake në Shkodër.
Si erdhi ky vendim për ju? Ishte Që një për propozitë shumë kënd besoj ka qenë i papritur. I papritur biles u habitën se siç ne unë që sepse të gjithë mendonin që edhe unë mendoja që në politinë nuk do ta lija kurrë. Por ishte një ofertë e kryetarit të bashkisë, të cilën e falenderoj për respektin që më bëri. Dhe në ata mendonin që donin të jepnin një frym të re policisë bashkiake, të jepnin një fytyrë të re policisë bashkiake, pa të krijonin një polici që në të ishte në atë niveli që kërkon qyteti jon, dhe menduan që unë mund të isha personazhi që mund ta realizoja këtë. Çfarë faktorësh të shtyn ta pranosh? Më intrigoi në fakt. Më intrigoi si ofertë. Të fakti që unë kisha një dorë të lirë, pra isha drejtori, nuk isha se ndryshe nuk do ta kisha pranuar. Pra do të kisha një karta bianche që atë strukturë do ta menaxhoja dhe do të jepja fytyrën që unë mendoja i pa ndikuar nga jashtë. Dhe kjo ofertë më joshi të drejtën. Cilat janë prioritetet kryesore në këtë punë? Unë si fillim, unë kërkoj që atë polici ta kthej një polici moderne. Një polici qytetare, një polici serioze, një polici të vendosur dhe me një imazh sa më qytetar. Dhe kjo është hapi i parë. Avash po ja rri, besoj se të gjithë jemi dëshmitarë që policisë bashkiake ka ndryshuar fytyrën, ka ndryshuar sjelljen, ka ndryshuar, është më prezente, është më vendosur, pastaj do të vinë gjithë atyra, pa ajo do të bëhet një polici shumë moderne, shumë shpejt. Jeni dakord ju për këtë që po përflitet që ta marrë menaxhim disi ministeria, policinë bashkiake? Ajo është akoma në projekt, duhet ta shoh konkretisht se cilat janë. Them si ide parimisht. Po, do ta shoh konkretisht. Në fakt në përgjithësi unë nuk jam partizan i strukturave të dyfishta. Strukturat të dyfishta, pra me një kontroll të dyshisht, nuk janë shumë suksesshme në mendimin tim. Megjithatë, do ta shoh konkretisht se si e kanë menduar ta organizojnë dhe pastaj në ambientet e mia do jap mendimin tim. Jeni gjendur besoj përballë një situate të vështirë. Ajo po themi tani përplasja e shuar tashmë mes Bashkisë Shkodër dhe Myftinisë tek heqja e tabelës. Ishte e vështirë për ju për ta menaxhuar? Ishte shumë vështirë. Se unë jam një besimtar i devotshëm. Dihet që jeni një praktikant, jeni besimtar musliman. Dhe ishte shumë e sikletshme për mua të bëja një veprim të tillë. Po besoj se gjet me zgjidhjen e dur. Si e përballove këtë lloj presioni gjithanshëm, duhet të thënë, edhe nga komuniteti një anë, po edhe në anën tjetër për të bërë punën? Ata që duhet ta dinë se si shkon ngjarjet dhe unë bëra zgjedhjen më të zgjedhjen e dur. Ishte e vështirë them çat. E vështirë ishte. Aq më tepër për një besimtar është e vështirë të kur cenohet besimi. Por që unë jam i bindur që kam bërë zgjedhjen e dur dhe nuk jam i penduar për asnjë moment. Momentin e fundit kur ndërhyri policia e shtetit, ishte edhe një dëshirë e juaja, po themi për t'ia lënë policisë së shtetit dhe për të mos u përfshirë? Policia e shtetit ishte struktura e duhur për të bënte atë veprim. Pra s'kishte me dorë policia bashkiake? Ja. Për të kaluar pak tek jeta personale edhe pasionet, balanca mes saj. Cilat janë pasionet e tua jashtë policisë? Unë jam njeri shumë pasionat, ta thash në fillim. Kam shumë pasione, jam marr me gjithçka në adoleshencën tim, sa aty në adoleshencë shifen janë ata pasionet e thelbësore, pastaj me kalimin e kohës fillojnë edhe seleksionohen. Jam marr me gjithçka. Jam marr me muzikë, jam marr me aktrim, jam marr
Edhe me aktrim, se teknika audio okay, po edhe muzikë dhe aktrim? Po, kam qenë edhe dublues filmash. Kam qenë aktor dublimi, kam bërë shumë filma, jam autor i shumë filmave, dublimit shumë filmave, kryesisht për fëmijë, vizatimor, ata që jepshin digital. Na thuj një film që tani nëse e dëgjojmë ta dim se ku është zëri juaj, na thuj diçka. Ka plot filma, ka shumë filma, nuk e di se sa jeti i njohur me to, ka shumë filma. Edhe kam pasur edhe personazhe humoristike kryesisht. Pra këto janë pak a shumë, po themi ato pasionet, po ditëve të sotme. Po ato vazhdojnë, fakt brenda mejet vazhdojnë të jenë ato. Them diçka që ushtron, them. Jo, Qa bën kohën e lirë, pra, në këtë lloj kuptimi. Thash, unë jam punë 18 orë në ditë minimumi dhe nuk më del kohë as me menu për gjëra tjera. Por kinematografia më pëlqen. Një si më thon, një anë sirtar për mua është të realizoj një film. Si e ndan këtë balancën mes jetës profesionale dhe asaj familjare, personale? Them të drejtin, jam borxhli shumë i madh familjes time. Jam borxhli sepse në momentet më decisive unë nuk kam qenë aty familjes time. Jam një borxh shumë të madh bashkëshortes time, e cila me gjithë sakrificat që ka bërë më ka mbështetur në çdo moment. Edhe aty kur nuk ka qenë logjikshme të më mbështeste. Nuk e dija, doja shpreh ndonjëherë atë falënderim, atë që ndjej unë brenda vetes, por ai është një njeri shumë i rëndësishëm, është njeriu më i rëndësishëm për mua në këtë jetë dhe ju jeni baba i 3 fëmijëve. 3 fëmijëve, po. I 2 djemve dhe 1 vajzë. Çfarë dëshiron bëhen fëmijët e tu? Nuk kisha dashur të bëhesh i policë. Policia? Ja, nuk kisha dashur, ata gjën çfarë dënë. Unë nuk doja kisha kështu. Pjesa më e madhe e njerëzve që kanë një profesion nuk dëshirojnë zakonisht ja trashëgojnë fëmijëve. Nuk e di pse. Ai mund ta zgjedhë nëse e zgjedh djali, nëse e zgjedh aktualisht djali i madh, edhe ai është përqendruar në shkenca, në studion për inxhinieri. Po i vogël nëse do të donte të bëhej policë, unë nuk do t'ja këshilloja, por ama nëse do të ishte zgjedhja e tij, do ta ndihmoja me sa do të kisha fuqi. Si dëshiron që të kujtoj njerëzit? Ata që udhëheq, që ke udhëhequr, që ke punuar, që të njohin, që i njeh. Si komisari. Të gjithë më rasin komisari. Do doja që të ratën kujtoni si komisar. Komisari është edhe një grat në policinë e shtetit. Është një grat, po komisari është personifikim pastaj. Pra, jo komisari në gradën komisar, po komisari personifikimi. Komisari vërtet. Komisari vërtet. Çfarë bën një policë të mirë jashtë uniformës? Jashtë dhe brenda, po themi kështu përtej. Ndeshmëria, trimëria, zyarësia, modestia dhe butësia. Shumë mendojnë që unë jam i ashpër, kur më shohin pamjen e parë, biles qesharake i thonë disa shoqet të bashkëshortes, i thonë si mund të jetosh ti me atë njeri, kur e shohin se është i egër. Po unë jam krejt e kundërta për ata që më njohin. Pra unë punë jam shumë i rrept, jam ndoshta i ashpër. Nuk e besoj që jam i ashpër, po ndoshta i rrept në punë. Me kolegët jam jashtëzakonisht i komunikueshëm, me varësit jam edhe më i komunikueshëm, nuk jam as pak arrogant. Do doja kjo do të ishte. E vuan dëshmërinë policia e shtetit? Shiko. Unë mendoj që policia është pjesë e kësaj shoqërie, me të mirat e me të këqijat e saj. Pasi kjo shoqëri është edhe policia, pra është një produkt i kësaj shoqërie. Pra, si në këtë shoqëri, edhe në polici ka persona të ndershëm, persona më pak të ndershëm, persona të pandershëm, persona pasionant, persona të vendosur, të pavendosur, trima, frikacak, pra është pasyrim i shoqërisë tonë. Mirë, po duhet jetë kështu apo jo? Kështu është kudo, nuk është se është vetëm në Shqipëri, sepse fundja fundit prej kësaj shoqërie del ajo strukturë. Do të ishte idealja të ishim gjithë perfekt, pa diskutim. Por që ajo strukturë ta garantoj që ka aq djem, aq vajza të mirë, të vendosur, punëtor, por
ne si shoqëri kemi një aspekt pak çuditshëm që ecim shumë me perceptime. Pa krijohet perceptimi se këto gjithçka nuk funksionon, pra këto gjithçka është e korruptuar, këto gjithçka është e pamoralshme, këto gjithçka është e korruptuar dhe çfarë do lloj gjë që të bësh ti, është e pamundur të ja ndryshosh atë të gjithë futen një thes dhe pikë, çfarë do lloj që të bësh. Edhe është shumë e vështirë për një strukturë, për një drejtues policie, për një që ta ndryshosh këtë mentalitet. Unë përpiqem të jem aktiv edhe në aspektet shoqërore, pa në rrjete sociale, shkoj vazhdimisht nëpër shkolla, i ftuar nëpër shkolla për të dhënë mendimet e mia në lidhje me edukimin e brezit dhe vërej këtë perceptimin e përgjithshëm që nuk kena ambisim të policia. Është pak i drejtë apo jo? Se nuk e mendoj që është i drejtë. Unë mendoj që është një perceptim i gabuar që një mollë kalbër nuk e prish gjithë sportin. Pa nuk përjashtoj që aty mund të ketë individ që nuk janë korrekt, apo kjo do të thotë që aty nuk ka struktura që punojnë me pasion dhe me vullnet. Por ama perceptimi vazhdon që ju jeni gjithë njësoj. Mirë, unë gjithë njësoj nuk e di se nuk mund të jenë, po besoj kur ka perceptim kaq të madh, sikur ta dini, ka dhe pak të vërtetë. Sikur ta dini se si punojmë ne, do ndëshonit shumë. Ta garantoj që policia shqiptare është një në policit më të mira në Europë. Unë kam punuar jashtëzakonisht shumë me partner. Pra kam qenë një në kontaktet. Tani do të paragjykojnë. Po, tani do të paragjykojnë. Ta përfundoj. Këtu bëju gati që të kesh momente. Ne kemi shumë mangësi logjistike që policitë e tjera i kanë ta sqaroj. Po për sa i përket personelit, për sa i përket njerëzve që punojnë, ta garantoj që asnjë shtet, asnjë polici e shteteve edhe të zhvilluara nuk bëjnë ato që ne bëjmë me këto kushte që kemi ne. Sakrificat që bëjnë punonjësit e policisë, oficerët, hetuesit në Shqipëri janë as nuk krahasohen. Biles kur bëjmë kontakt, kur kemi kontaktet me partnerët tonë jashtë Shqipërisë, habiten, çuditen si ka mundësi që ju vazhdoni akoma punoni me këto kushte që keni ju, me këto rroga që keni ju, me këto orare që keni ju. Ti thuash një polici në Gjermani që do të rresh 18 orë punë në ditë, do të shohin krejt kështu me një si mirë. Kam bashkëpunuar me ata, ta garantoj që jemi shumë më lartë ata. Për sa i përket këtij aspekti, pa aspektit të policor, pastaj teknologjia. Për sa i përket inkriminimit? Mirë, thash pra pjesë krahasuar, unë po pyes. Po pse ti mendon se fqinjët janë më mirë se ne, ose policitë e tjera janë më mirë se ne? Mirë, krahasuar me vende zhvilluara se fqinjët tani. Po mirë, ne do krahasohemi me vendet tona, nuk mund të krahasohemi as me Italinë, as me Gjermaninë, as me Francën, apo. Ne do krahasohemi me ata ose me vendet e ulta që kriminaliteti i tyre është krejt ordinar. Por në krahasim me shtetet e tjera që janë në një nivel me ne, unë mendoj se ne jemi shumë lartë se ata. Përmendet pak shkollat. Nisur nga një statistik, po themi, psikologësh, që unë kam është një deklarat publike, me që përmendet edhe shkollat rreth 20-21% mbi 40% e nxënësve të shkollave janë përdorues të lëndëve narkotike dhe duhanit. Unë nuk e mendoj që të jetë një statistike saktë, unë për shumë vite kam qenë edhe shefi i sektorit narkotikëve në policinë e Shkodrës dhe e njoh mirë situatën, e njoh mirë terrenin. Nuk është as pak e vërtet një shifër e tillë. Nuk e di ata psikolog ku e kanë gjetë si shifër. Nuk them se nuk është një fenomen shqetësues, është një fenomen shqetësues, është një fenomen në rritje. Por jo në këto nivele. Unë mendoj që
duhet të alarmohemi, ne si shoqëri duhet të luftojmë fort këtë fenomen. Është një fenomen që shkatron një shoqëri. Kryefjala e takimeve të mia në këto shkolla është kjo temë, pra droga, kriminaliteti. Dhe por nuk do doja që të ishte vetëm policia që ta përqendrohej gjithë vëmendja se policia duhet të jetë faktori ose protagonisti i kësaj lufte. Nuk mund të, këta janë probleme shumë sociale, duhet shoqëria civile, shoqëria në vetvete, arsimi të japin kontributin e vet, mos ja lënë të gjitha policisë, sepse policia është edhe pak represive si natyrë, domethënë. Nuk është e lehtë për nxënësit që të komunikojnë me qoftë për mentalitetit, qoftë prej ardhes familjare, qoftë prej të shkuarës tonë, e kanë shumë vështirë të komunikojnë me policinë. Këta e kanë vure shpesh herë në për takime që ata kanë një stepje për të komunikuar me policinë, pra për të dhënë një informacion policisë dhe për të dhënë edhe policia ka shumë vështirë të veprojë nëse nuk ka një bashkëpunim në komunitet. Është rrit bagi, zhvillimi i teknologjisë e ka rrit bashkëpunimin me komunitetin për shkak të rritjes së fshehtësisë së komunikimeve me komunitetin. Por prapë shoh e dalloj këtë mentalitet që a është spion ai që flet me policinë, nuk duhet. Por nuk ka çfarë të bëjë policia vetë. Policia është. Nëse do të ktheje kokën pas, çfarë do të kishe ndryshuar në jetën tënde? Nuk e di, nuk e kam menduar. Besoj se ndoshta do kisha qenë më pak besues ndaj tjerëve. Të ka dëmtuar kjo, të ka lënë një shije të keqe? Nuk ka lënë shije të keqe. Nga njëherë ata që aja është një ambient që ke nevojë patjetër të kesh kolegë që të mbështesin ose që të kesh krah. Momentin nga njëherë që e kupton që ata që du të kesh krah nuk i ke pas realisht, të lënë një shije shumë keqe. Cili është momenti që të ka ndryshuar si person? Momenti i arrestimit. Çfarë ndryshove? Jam më pak besues. Vetëm kjo? Më i kujdesshëm. Lidhja jote me fen, me besimin të ka... Aja është pika eme më fort, domethënë. Besimi është pika eme më fort. Një besimtar besimi që kur je praktikant, besimtar, po them i nëshon konceptin për jetën. Dhe mua ma ka ndryshuar konceptin për jetën besimi. Ka shumë vite që jam besimtar, mund të ketë diku te 15, 16, 17 vjet që jam praktikant. Por në një moshë të madhe, pak a shumë i bie. Po. Besimtar kam qenë gjithmonë, pra kam agjeruar, kam qenë besimtar, po që praktikant ka rreth diku te 17 vitet. Është sebeb është bërë një hoxh i nderuar, një mik i imi, hoxh Elvis Naçi. Ai ishte ai që më stimuloi, pra ishte shkëndija që më futi që të isha dhe praktikant. Dhe që nga ai moment jeta ime ka ndryshuar, domethënë. Tash gjithçka un kam një qëllim, që të jem person i dur. Çfarë është më e rëndësishme? Ti je i drejtë apo i suksesshëm? Ti je i drejtë. Nëse je i drejtë, suksesi mund të vijë, mund mos vijë, po që ti je i drejtë. Shiko, betejja ime nuk është me njerëzit. As me ata që unë i quaj anën tjetër të llogores. Krimin. Betejja ime është me veten, që unë t'i demonstroj vetes dhe Zotit që ajo detyrë që më është caktuar, unë do ta çoj me nëshmëri dhe besnikëri deri në fund. Mund ta bësh në realitetin shqiptar në sfida që ka shoqëria jo, në punën tënde, në presionet
po themin thojza të politike, drejtuesve, të Shumë vështirë. gjithë këtij Është shumë e tensioni vështirë. në cilin ne jetojmë për ditë pra, kur Është shumë e vështirë, por nëse ke vullnet, pak nga pak. Nganjëherë hapat e mëdha të rrëzojnë. Duhet nganjëherë hapa të vegjël për të vendosur dhe i arrin qëllimin. ke një mesazh të fundit me që jemi në mbyllje. Unë mesazhet e mia e lë vazhdimisht në rrjetet sociale, në komunikime që kam me ndjekësit e mi. Ato shpesh e bëhen virale, pra nuk janë ndonjë sekret. Do të kisha bëthirë rinis, sa ajo është pjesa më vitale, është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Rrini larg krimit. Kam thënë një postim, mund t'ja marrin mend pasurimi i shpejt, mund t'ja marrin mend makinat e bukura. Po Je i pasur? kjo zgjedhje do t'ju shërtoj jetën. Jo, nuk jam i pasur, jam një familje normale, mesatare. Nuk jam i pasur, nuk jam qefli i lekut. Leku nuk ka, është i domosdoshëm, nuk e mohoj që është i domosdoshëm për jetesën, për një jetesë të mirë, të shneshme, por që unë nuk e kam fare prioritet. Shumë Edhe nuk faleminderit. kam asnjë kontakt edhe anën financiare të familjes e marrën bashkëshortja, nuk du të kem hiç kontakt me lek në përgjithësi. Shumë faleminderit. Asgjë. Për këtë Kënaqësia ishte ime. besoj të parë të këtij lloji tëndin edhe shpresoj të kemi raste sërish. Shumë faleminderit. Falenderoj unë ty për zgjedhjen. Në mbyllje, dua t'ju them se kjo histori që dëgjuam sot është një thirrje për të parë përtej dukshmërisë, për të dëgjuar përtej heshtjes dhe për të thyer barrierat e kostumeve tona që çdo ditë veshim. Duhet të dimë se çdo njeri që takojmë ka një botë brenda. Mos e nënvlerësoni kurrë fuqinë e një zëri, sepse historia që nuk dëgjohet sot mund vendos se çfarë do të jeni nesër. Natën e mirë.